Rikthehemi në studio miq, vazhdojmë të jemi së bashku drejt për së drejti në valët e Radio Manuel në programin Muzik Plus dhe në këto momente në studio është bashkuar i ftuari për ditën e sotme pastor Marcel Firajn, pastori i Kishës Dritë për Kombet. Kënaqësi të jemi së bashku sot. Faleminderit. Mirëmëngjes, të dashur dëgjues. Faleminderit Ankela për ftesën, është kënaqësi për mua të jem me ju në këtë studio. Edhe unë besoj në zemrën time që fjala e Perëndis thotë që dashuria e tij është e freskët çdo mëngjes, edhe lutem që sot dikush do të përjetojë në mënyrë të freskët fjalën e Perëndis atë manë që zbrisë çdo ditë dhe Izraeli e shijonte. Amin. Në fakt sot do të ndalemi së bashku tek një temë e cila ndoshta mund të shihet në këndvështrime të ndryshme, por patjetër është një temë që na prek, ne jetojmë atë thuajse çdo ditë për fat të keq. Është një lloj boshllëku që ne ndjejmë pavarësisht gjithçkaje që mund të kemi. Prandaj pse mendon se sot, më shumë se sa kur, njerëzit duken të mbushur me gjëra në aspektin material, por brenda përjetojnë një boshllëk të thellë që vetëm Perëndia mund ta plotësojë. Para se të përgjigjem pyetjes, momentin që ti më kontaktove dhe më tregove temën për cilën do të flisnim, po qeshja dhe kisha buzëqeshje në fytyrën time sepse javën e kaluar në shërbes unë kam folur për praninë e Perëndis. Dhe unë nuk e di këtë. Edhe kam qenë me lot në sy dhe shumë njerëz ishin të prekur për shkak sepse ne përqendrohemi ndonjëherë në çfarë ka Zoti, po jo në çfarë kush është ai. Edhe shpesh ne duam dorën e tij, një marrëdhënie interesi, por në fakt ne duhet të duam praninë e tij, kush është ai në të vërtetë. Edhe njeriu u krijua për të shijuar praninë e Zotit. Edhe në momentin që Adami dhe Eva u nda, ata nuk humbën thjesht një vend, Edenin, ata humbën praninë. Ata humbën vetë personin e Perëndis. Ata humbën zërin e tij. Ata humbën të qenit me të, kënaqësinë me të. Ata humbën dhe bollakun e tij që ai ofronte në atë vend. Edhe për një moment i thash Kishës, gjatë kohës të adhurimit, mos u fokuso tek asnjë situatë, asnjë problem. Thjesht thua Jezus, a mund vish t'ulesh këtu me mua, dua të dëgjoj zërin tënd. Çfarë ti ke për t'i folur zemrës time? Edhe përjetuam një moment të mrekullueshëm në shërbes. Arsyeja që njerëzit përpiqen ta mbushin zemrën me gjëra toksore, është sepse ata nuk e kuptojnë që janë krijuar për të përjetshme. Bibla thotë tek predikuesi që ai ka vendosur përjetësinë në zemrat e njerëzve. Edhe njeriu u krijua për Perëndinë, jo për gjëra toksore. Edhe brenda njeriut ka një hapësirë të përjetshme që asgjë e përkohshme nuk mund ta mbush atë, sepse ai është krijuar për të përjetshme. Edhe dashuria e Perëndis është e përjetshme. Hiri i tij, falja e tij, gëzimi i tij. Sot para mbushin xhepin, marrëdhëniet mbushin kohën, suksesi mbush reputacionin, por vetëm Perëndia mund të mbush shpirtin. Edhe një burr i krishter Agustini tha, zemra do të jetë shqetësuar derisa të gjej ata të pushojë tek ai. Dhe unë besoj në zemrën time që arsyeja që njerëzit janë boshër sepse janë krijuar për atë që i krijove. Dhe derisa ta gjejnë atë, ata nuk do të jenë kurrë të përmbushur Ankela. Por nga ana tjetër ne shohim që njerëzit përpiqen kaq shumë në ditët në cilat ne jetojmë. Pse njeriu përpiqet ta mbush këtë boshllëk me gjëra toksore, sikurse e përmendëm dhe më sipër, sukses, para, marrëdhënie, rrjetet sociale në ditët që jemi kanë gjithashtu një tjetër ndikim në mënyrën se si ne zgjidhim të jetojmë apo qasjet tona, por përsëri ndihet i paplotësuar. Nëse do të shikosh këtë botë do të hedhësh syt tek njerëzit jashtë, motoja që kanë ata ose mendimi që kanë ata shpesh në kokë është nëse arri edhe pak më shumë do të ndihemi plot. Por zbraztia nuk është mungesë arritjesh, është mungesë lidhje me burimin. Është shumë e vërtetë. Sepse njerëzit kanë nevojë të gjejnë burimin. Dhe Jezusi tha, nëse pini nga ky ujë që bota ju ofron do të keni jetë, por nëse pini nga uji që unë t'ju ofroj, dashuria ime do të keni jetë, do të keni boshllak. Solomoni, i cili përjetoi pasuri, dituri, kënaqësi, fuqi, përfundimi i tij ishte gjithçka shkotësi dhe përpjekje për të kapur erën. Sepse gjërat e krijuara nuk mund ta zvendësojnë dot Perëndin krijuesin në jetën tonë. Edhe unë besoj në zemrën time që Zoti ka krijuar një vend apo stafat në zemrën tonë që vetëm ai mund ta mbush. Asgjë tjetër nuk mund ta zvendësojë dot Perëndin në jetën tonë. Po.
Edhe djalli e di shumë mirë që vetëm Perëndia mund mbush zemrën e njeriu. Dhe ndaj përpiqet që ta zvendësoj gëzimin e Zotit me argëtimin. Argëtimi është i përkohshëm. Ti je në një fest dhe kënaqesh po mbaron. Ti fiton një llotari, edhe në fas është disa ditë dhe kënaqësia ndalon atje. Ti martohesh, është ajo kënaqësia e dasme dhe në fund jeta bëhet normale. Ti blej një makinë dhe i gëzuar për 2-3 ditë dhe pastaj gjithçka bëhet normale. Marrim sikmirshëna pastaj gjitha këto gjëra. Bëhet normale çdo gjë. Kërkojmë gjëra të tjera. Dhe njeriu, përpiqet thotë nëse do ndjem edhe më plot, por asnjë gjë nuk mund ta zvendësojë Perëndin jetën tonë. Edhe njeriu është krijuar për ta adhuruar Perëndin. Edhe nëse nuk ka adhuron Perëndin, ai do filloj të adhurojë diçka tjetër si karrierën, imazhin e vet, një person, një ideologji, vetveten e tij, por çdo idhull ka jeta jon kërkon shumë dhe na jep vetëm pak. Edhe unë besoj në zemrën time që vetëm Perëndia është ai që mbush boshllakun, sepse ai na krijovi ne për praninë e tij, jo për gjëra toksore dhe materiale. Dhe një pyetje që më vjen në këtë moment është se a është ky boshllëk një thirrje e brendshme që na drejton drejt Perëndisë dhe nga ana tjetër për gjithë ata që janë duke na ndjekur mund të kenë pyetjen se si mund ta dallojmë këtë? Njeriu është krijuar për të pasur bashkësi, intimitet me Zotin, për të pasur marrëdhënie. Perëndia nuk e krijovi njeriu thjesht për të qenë një objekt për ta përdorur, por e krijovi për të qenë objekt i dashurisë së tij, për të shprehur dashurinë e tij. Edhe njeriu nuk u krijuar për të qenë skllav, por për të qenë bir. Dhe Adami dhe Eva ishin birë në kopshin e Edenit. Nëse ne edhim syt tek zanafilla, krijimi i qenies dhe farës njerëzore, ata u krijuan por intimitet. Fjala e Zotit thotë që Perëndia vinte në fllatin e ditës çdo ditë dhe fliste me Adamin. Dhe Perëndia kishte mjaft shëbëtor në qell, mjaft angjëj, por jo, ai tha dua të krijoj diçka që të jetë më afër se angjët, birë dhe bi, intimitet, marrëdhënie. Sepse nuk mund ta kishte këtë lloj intimitet me angjët, sepse angjët janë thjesht shërbëtor. Por biri është krijuar për marrëdhënie. Edhe unë besoj në zemrën time që kur Adami dhe Eva u nda për shkak të mëkatit të mosbindjes, e thash ata nuk humbën thjesht një vend të Edenin, ata humbën praninë, ata humbën vetë Perëndin, ata humbën vetë zërin e tij të ëmbël. Ata humbën personin e çmuar, Perëndin, edhe që nga ajo kohë, zemra e tyre ishte bosh. Edhe çfarë Zoti dëshiron të bëj thirrje sotër që zemra të kthehet sërish tek prania, sepse asnjë gjë tjetër nuk mund ta shuajë jetën për Perëndin. E Davidi tha shpirti im ka etje për Perëndin e gjallë. Edhe kur njeriu ka humbur gjithçka, po brenda ndihet bosh, kjo është një shenjë që shpirti po kërkon diçka më të lartë se materialja. Ai po kërkon për Perëndin. Edhe boshllaku shfaqet shfaqet në momente të jetës tonë si një shenjë gëzimi për të na zgjuar që shumë njerëz përpara se të kthehen tek Zoti, ata përjetojnë një ndjenjë domethënë boshllaku të pashpjegueshme. Një ndjenjë si diçka më mungon bre, si jam i kënaqur me karrierën, suksesin, arritjet, rezultatet e mia. Kam provuar para, drogë, ndoshta kënaqësi materiale, famë, duar trokitje, por nuk po përmbushem, sepse dhe kjo është alarmi i qiellit që ky njeri ka nevojë të kthehet tek Zoti. Ata kanë marrë në kuptimi për diçka më të thellë. Dhe kjo është një arsye që fryma e Perëndisë dhe Krishti po troket. Ata kanë nevojë për ata të cilët i krijovi ata. Ata kanë nevojë për intimitetin që Adami dhe Eva humbi, e ne mund ta gjejmë sërish atë në Jezus Krishtin. Amin. Për të vazhduar bisedën në ditën e sotme dhe pyetja që kam në këtë moment është se si mund ta kuptoj që ajo që ne po përjetojmë nuk është thjesht një lodhje emocionale, por është një nevojë shpirtërore për Perëndin. Angela, lodhja emocionale shpeshherë lehtësohet me gjumë, pushim fizik apo distancim nga presioni i jetës, kohë relaksimi, kohë pushimesh. Por nëse pushon, boshllaku do të mbetët thjesht atje, ai nuk ka ikur nga jeta jote. Edhe nëse ti po relaksohesh, edhe nëse ti po pushon, edhe nëse ti je distancuar apo trequr nga presioni i jetës, boshllaku është aty. Zemra është ende e thatë. Ti mund të largohesh nga ngarkesa, por sërish nuk ndjen paqe. Atëherë kemi të bëjmë me diçka që është edhe më thellë. Davidi thotë,
si dreri që kërkon ujrat e rjedhshme, shpirti im kërkon ty, Perëndi. Edhe shpirti nuk po kërkon pushim. Trupi po kërkon pushim, por shpirti është duke kërkuar për burimin. Edhe Zoti thot Izraelit, ju keni braktisur burimin e ujrave, i cili jam unë. Edhe kur njerëzit braktisin burimin e Perëndis, ata të ndjenë thatë, ata të ndjenë bosh. Edhe unë besoj në zemrën time që Krishti është burimi i jetës, burimi kur jeth përmbushja, burimi kur jeth paqja. Edhe Krishti tha unë jam burimi i jetës. Edhe ai që vjen tek unë s'do të ketë kurretje, s'do të ketë kur boshllëk. Edhe unë besoj në zemrën time që Krishti vdiq në atë kryq që të përmbush boshllëkun në jetën tonë. Ai mori mbi veten e tij zbrastin tonë. Sepse ne shikojmë në kryq kur ai qëndrovi tha, o ato atë pse më ke braktisur, ai përjetovi boshllëk në zemrën e tij. Sepse mëkati gjithmonë sjell boshllëk. Kur ne zvendësojmë Zotin me gjëra materiale, ne jemi duke adhuruar bekimin në vend bekuesit. Kur ne fillojmë të ngremi imazhin tonë, jemi duke adhuruar veten në vend të atij që na krijovi ne, dhe sa herë që ne zvendësojmë Zotin me veten tonë, me karrierën, me gjëra materiale, ne bijemi dhujtari dhe pa e kuptuar, mëkati krijon boshllëk. Jezusi tha, "Ua, pse më ke braktisur?" Ai u ndje vet, sepse Zoti kthevi atij kurrizin. Edhe unë besoj në zemrën time që ne përjetojmë boshllëk në jetën tonë, për shkak sepse ne zvendësojmë Zotin. Nëse është diku që po më dëgjon, dua t'i them sot që ti nuk mund ta zvendësosh dot Perëndin sepse ai është i pazvendësueshëm. Vetëm ai mund të kuptoj çfarë po kalon ti dhe vetëm ai mund t'i përgjigjesh nevojës tënde. Dhe përgjigjja e qiellit për çdo nevojë që ti ke, i dashur dëgjues, për të përmbushur është vetëm dashuria e tij. Edhe në kuadër të kësaj që je duke ndarë në këto momente, Marcel, cilin mund të jetë ndoshta hapi parë apo edhe disa prej tyre, hapa të parë praktik që një person duhet bëj për të filluar të mbush jetën e tij me praninë e Perëndis? Je i krishter, i rilindur apo je dëgjues i rregullt i Radio Emanuel, unë t'inkurajoj sot si shërbëtor i Zotit që të ndalosh ndoshta për 15 ose 30 minuta në eshtje totale përpara Zotit, ta lësh telefonin mënjan, të lësh çdo lloj ngarkesë, pa kërkesa, pa lista lutje, dhe ti jesh vetëm ti dhe ai. Mbyll sytë dhe thuar, Zot, kam nevojë për ty. Unë nuk dua bekime, të dua ty, të vish këtu në dhomë dhe të mbush ata. Dhe unë besoj në zemrën time që ke për ta ndjerë që Zoti do të vijë tulet afër teje. Sepse Bibla thotë që nëse ju do të kërkoni fytyrën time, unë nuk do të jem larg, do të jem afër jush. Dhe Perëndia ju nuk është një Perëndi largët i ftohtë, është një Perëndi afërt. Edhe kur ne kemi zvendësuar Zotin me gjëra materiale, me famë, reputacion, me punën, me gjërat e kësaj jete, Perëndia na lej derisa ne të arrijmë në një pikë që ne të themi boshllëku dhe hapësira po bëhet edhe më e madh, edhe më e madh, edhe më e madh. Edhe atëherë ne do të kthehemi tek ai, tek burimi, për ta gjetur përmbushjen tonë. Prania e Zotit nuk është thjesht një ndjesi, nuk është një emocion. Është marrëdhënie dhe Perëndia dëshiron që të ketë marrëdhënie. Një nga burrat në kishë, ndërsa ne po luteshim për praninë e Perëndisë që të vinte në dhomën e shërbesës ku ne ishim, e thash, dëgjoj Zotin, rinë e eshtje dhe ai do të flasë, edhe mi pyeta njerëzit mbas ne u lutëm, thash, a dëgjove diçka? Edhe një burr urdhë dhe tha, ndjeva që ai të më thotë, më ka marrë malli për zërin e fëmijëve të mi ta dëgjoj. Edhe Zoti ka mall të dëgjoj zërin tënd çdo ditë. Ati i mungon zëri yt. Imagjino që mos e shikosh fëmijën tënd për një ditë të tërë, atë që ti do shumë, atë që zemra jote çmon. A nuk do të merrte malli? Për shembull, unë kam një vajzë dhe unë në momentin që vajza ime është e eshtur, unë kërkoj për ta dhe thras, Eliana, ku je? Në momentin që ajo fillon dhe belbëzon, fillon dhe këndon, ose thot alfabetin anglisht me gjysma rrokesh ose me gjysma fjalësh, zemra ime gëzohet. Çfarë ka bërë ajo, domethënë që të meritoj dashurinë time asgjë, thjesht ka lindur nga unë. Prania e saj do thotë gjithçka për mua. Edhe unë besoj në zemrën time që Zoti ka mall të dëgjoj zërin e fëmijëve të tij në lutje. Edhe zërin atyre që janë të humbur, që mund të thonë thjesht Zot, kam nevojë për ty. Dhe ai do të vijë
atje edhe do ta pushtoj zemrën tënde. Më dashuri, do t'rregoj ty se kush është ai edhe rrugën që do të ndjekësh për ta njohur atë. Dhe mbeta pa fjalë në këtë moment, sepse isha duke menduar vërtet shumë gjithçka që je duke ndarë përgjatë bisedës sonë në studio dhe diçka që dua të ndalem është se si ndikon mungesa e një marrëdhënie të gjallë me Perëndin në identitetin, në atë që ne jemi në Krishtin. Ankela, Zoti tha tek Zanafilla 1:26 që ta bëjmë njeriun sipas shëmbulltyrës tonë. Dhe identiteti ynë buron nga fakti që ne jemi krijuar sipas shëmbulltyrës së Perëndis. Kur marrëdhënia me ta është e ftohtë ose e munguar, atëherë njeriu fillon ta kërkojë identitetin tek suksesi, shërbesa, pranimi i njerëzve, rrjetet sociale, pasuria, pozicioni në punë. Por çdo identitet që nuk buron nga Ati është i gabuar, është i brisht, sepse ne e gjejmë identitetin vetëm në Jezusin. Edhe unë besoj në zemrën time që Krishti vdiq në kryq që na jap në identitet për të na quajtur bij dhe bija të Perëndis. Në momentin që paraja ikën, ku është identiteti? Në momentin që suksesi ndalon, në momentin që njerëzit largohen, në momentin që nuk kemi atë pozicion pune, ku njerëzit e humbasin identitetin, e gjenë veten pastaj duke pirë, në depresion, e gjenë veten e tyre të divorcuar. Ne nuk mund ta gjejmë identitetin tonë në martesë. Gruaja, fëmijët, miqt, pozicioni i punës, karriera, fama nuk mund na jap dot atë që Krishti na dha në kryq, sepse ai dha gjithçka për ne. Edhe unë besoj në zemrën time që mjafton që nëse e pranon atë si Zot dhe shpëtimtar, ti quhesh fëmijë i Perëndis. Edhe në momentin që ti e pranon atë si Zot dhe shpëtimtar, merr statusin bir, është statusi më i lartë që ekziston. Bir dhe bie e Perëndis. Ti kupton se si të sheh Zoti ty, çfarë mendon Zoti për ty, dhe çfarë vlere ke ti në sytë e Perëndis. Edhe është vlera më e madhe që është Zoti e vler njeriu më të lartë se angjëjt. Asnjë nga angjëjt nuk i ka thënë ndonjëherë fëmia im, por ai na thot ne. Dhe këtë identitet ne e marrim kur besojmë në Jezusin. Edhe djalli përpiqet nga ana tjetër të japë identitet njerëzve, duke gjetur atë tek suksesi, paraja, fama, pozicioni, karriera, por në momentin që këto humbasin, njerëzit gjejnë veten bosh. Edhe ne kemi dëgjuar si për shumë yje Hollywoodi dhe për shumë njerëz të cilët janë të njohur në botën e showbizit që kanë gjetur veten duke vdekur në drogë. Në momentin që kanë humbur pashortin, marrëdhënien, suksesin, ata japin fund jetës. Pse? Sepse jeta nuk varet tek gjërat që ne zotërojmë, por varet tek kush është Perëndia. Në fakt, në ditën e sotme përgjatë bisedës deri më tani kemi folur edhe ti ke ndarë mesazhe shumë të rëndësishme për gjithë ata që janë duke na ndjekur dhe ende nuk e njohin Krishtin, nuk e kanë pranuar atë si Zot dhe shpëtimtar në jetën e tyre. Rikthehemi në studion e programit Muzik Plus, vazhdojmë të jemi së bashku drejt për së drejti në valët e Radio Manuel sot në një bisedë shumë të veçantë me pastor Marcelin. Dhe sikurse e prezantova edhe para hapësirës muzikore, një pyetje që kam në këto momente është se a mund të ndihet bosh dikush edhe kur është besimtar, dhe nëse po, pse ndodh kjo dhe si rikthehet plotësia? Një besimtar ndihet bosh në momentin që mendoj në zemrën time që e ka zvendësuar Perëndin me diçka tjetër në jetën e tij. Ndihet bosh për shkak sepse ndoshta po jeton një lloj mëkati të parafyr në jetën e tij. Ose është në kaq shumë lodhjes fizike sa nuk mundet dot të qëndrojë në praninë e Perëndisë, sepse kur je i lodhur, trupi dhe mendja nuk funksionon për të përgjigjur pranisë të tij. Edhe them nëse jam këtu të inkurajoj, nëse je i lodhur, merr kohë të lodhur. Sepse lodhja është një mënyrë për të paralizuar, për të mos shijuar praninë e tij. Dhe kur ne jemi të lodhur nuk mund të shijojmë intimitet me njerëzit që ne i duam. Nuk mund të kemi dot marrëdhënie. Gjë që ne mendojmë është vetëm çfarë, të flem. Edhe besoj në zemrën time ndonjë lodhja ose rutina e jetës na treq, edhe ne ndihem vetëm bosh.
apo ne ecim me rrymën e kësaj bote, duke kërkuar për famë, duke kërkuar për kënaqësi, për argëtim. Ose mendimi i kësaj bote pushton mendjen tonë të arrijë edhe më shumë, dhe dalim jashtë vullnetit të Perëndis, e në vend të jetojmë për planin dhe vullnetin e Perëndis, jetojmë për veten tonë. Kur Bibla thonë ne kemi vdekur për veten, por të jetuar për Krishtin. Edhe në momentin që ne i bëjmë këto gjëra, e ndjejmë veten tonë bosh, por freskia dhe plotësia e Perëndis kthehet në jetën tonë në momentin që ne pendohemi. Bibla thotë, pendoni do kthehen kohët e fllatit nga prania e Zotit. Pendimi i sinqert, thyerja e zemrës, bën që të rikthehet freskia e dashurisë të Perëndis në zemrën tonë. Edhe unë besoj në zemrën time që pendimi është dera që e hap, është dera domethënë që hapet në jetën tonë, ku Perëndia të vi e të flasë jetës tonë. Dhe unë besoj në zemrën time që është njerëz ndjen të bosh sepse kanë humbur zërin e Perëndis në jetën e tyre, atë zë që ju fliste së brendshmi, atë zë që ju fliste përmes fjalës, atë zë që ju fliste është përmes mesazheve të ndryshme në kish. Edhe kur ne qëndrojmë, kur ne humbim zërin e Perëndis në jetën tonë, ne ndjehemi bosh ankela. Edhe unë besoj në zemrën time që fryma e Perëndis banon brenda çdo të krishteri, dhe fjala e Zotit thotë që fryma e Shëtit dëshmon frymës tonë. Por në momentin që ne jepemi zhurmave të kësaj jete, ne heshtim zërin e frymës. Në momentin që ne jepim mosbindjes ose Perëndia na ka thënë diçka ta bëjmë e nuk duam ta bëjmë, atë Perëndia do të hesht. Sepse në momentin që ti nuk do të zgjedhësh të bindesh çfarë Zoti ka folur në mënyrë aktuale këtë kohë, por e shtyn më vonë, atëherë Perëndia do të rishë, do të hesht, dhe kur hesht, atëherë ne vim në vetë të mjes, po dëgjojmë atë zë. Unë të kam folur thotë Zoti dhe ti nuk ke reaguar. Dhe ne kthehemi duke thënë Zot, po pse je kaq i heshtur? Dhe atëherë Perëndia flet dhe zëri ti kthehet në jetën tonë. Por na thanë unë të kam thënë të bësh këtë gjë. Unë besoj në zemrën time, ne ndjehemi bosh sepse kemi humbur zërin e Perëndis, po jetojmë ndoshta në një mosbindje të vetë imponuar, jemi dhënë kaq shumë lodhjes dhe rutinës, jemi larguar nga marrëdhënia dhe kemi zvendësuar Perëndin me diçka tjetër në jetën tonë, edhe te marrëdhënia ndoshta me Zotin është bërë rutinë, thjesht lexon disa kapituj në Bibël, por sritin jetat lutje, por Perëndia thotë që ky popull më afrohet me buzë, po me zemër më ri larg. Edhe unë besoj në zemrën time që kur zemra afrohet, ne mund të shijojmë Zotin. Kur buzët tona flasin, ne jemi bosh. Edhe unë dua të inkurajoj ndoshta dikë që po më dëgjon sot, që të ndryshoj mënyrën se si marrëdhënien e tij me Zotin, mënyrën se si e kalon kohën me Zotin. Edhe lutjet e tij të ndryshojnë, të mos përqendrohen tek bekimet, edhe më tepër Zot më jep, por tek personi Zot, të dua ty, dua zërin tënd. Më fal. Çfarë do ti flasësh zemrës time? Dhe unë besoj në zemrën time që freskia dhe plotësia rikthehet në jetën tonë. Dhe në vazhdim të kësaj që e duke ndarë në këto momente, çfarë ndryshon konkretisht në zemrën, por dhe në mendjen e njeriu, kur ai lejon që Perëndia ta plotësojë atë në gjithë plotësinë e tij, në gjithë qenien e tij. Në momentin që Perëndia ka zënë vendin e tij kryesor në jetën tonë, ai është në fron. Ai është në timon, është drejtuesi i jetës tonë. Ti je i përmbushur. Ti nuk ke frikë. Se çfarë do të vinë në jetën tënde dhe me çfarë do të përballesh, sepse ti e di shumë mirë që përpara teje ecën kampioni, ecën heroi, ecën ai i cili e mundi vdekjen, e mundi varrin dhe s'ka asnjë gjë që mund ta ntremb. Në momentin që Perëndia është në fron, në momentin që ti e lejon Perëndin të plotësojë, në momentin që dashuria e tij është përshkruan gjithë qenien tënde, mbush ty në çdo, ti nuk e kërkon plotësinë tek kjo botë. Ti thua Zot më mjafton. Edhe nuk jeton për ca para më shumë, nuk jeton për një famë, nuk jeton për duar trokitje, nuk jeton për vëmendjen e njerëzve, por ti thua unë e shijoj jetën. Edhe pse nuk kam vëmendjen e njerëzve, se kam vëmendjen e gjithë qiellit në jetën time. Edhe po të shikosh botën sot kërkon vëmendje apo jo. Po. Njerëzit jetojnë për vëmendje, për duar trokitje, për klikime, për vjufsa, jetojnë për të patur një karrierë. Por unë besoj në zemrën time që të gjithë ne jemi të vdekshëm dhe një ditë do ta lëmë këtë trup, shpinën me qira. Edhe do të dalim përpara atij froni. Edhe unë besoj në zemrën time që pyetja që do të kemi është për çfarë e jetove ti jetën? Për çfarë shpenzove ditët që unë të dash? Për çfarë e harxove baterinë e jetës tënde?
Edhe unë besoj në zemrën time që bateria e shumë njerëz është duke harxuar sepse po e shpenzon jetën për ta gjetur përmbushjen tek gjëra që nuk përmbushen. Edhe unë besoj në zemrën time që vetëm dashuria e Perëndis përmbush. Dashuria e Perëndis përmbush. Edhe dua t'im krajoj sot çdo njeri që është duke më dëgjuar sot. Mos e zvendëso dashurinë e Perëndis me duart rokitën e njerëzve. Atë dashuri ti mund ta marrësh vetëm tek një burim, dhe ky burim është kryqi, ku vdiq Jezusi. Edhe kur ne shkojmë tek ai kryq dhe ulim gjymën e themi Zot, dua të përjetoj atë rrjedhë që qielli i jep. Dhe kjo rrjedhë është dashuria. Dhe Krishti vdiq të na përmbush, sepse ne na mungonte dashuria e Perëndis. Sepse ne humbëm atë në kopshin e Edenit. Edhe njeriu përpoq gjatë gjithë historisë njerëzore për ta përmbushur veten. Po ku nuk e përmbushën? Izraeli u përpoq ta përmbushte veten. Po nuk e përmbushi kur, sepse Perëndia është burimi. Edhe nëse ne shkojmë tek burimi i cili është Krishti, do të jemi gjithmonë të përmbushur. Edhe ka momente në jetën tonë që ndoshta as puna nuk na shijon, as martesa nuk na shijon, as buka nuk na shijon, as parat në kulet nuk na shijojnë, sepse ai nuk është në fron, sepse ai nuk është në qendër, sepse ai nuk është duke mbushur shpirtin ton, hapësirën që krijovi për që na i vet atje. Edhe nëse ne kemi futur në hapësirën e shpirtit ton, paran, duartrokitjen, vëmendjen e njerëzve, argëtimet, Perëndia është duke thënë nxirr nga shpirti tënd, nga hapësira ime, atë gjë që ke futur sepse ajo është krijuar për mua. Dhe ti s'mund t'ja vjedhësh dot vendin e Zotit për t'ia dhënë diçka tjetër. Shpirti yt është krijuar për të përjetshmën. Dhe ky Perëndia ka emrin. Unë jam Zoti që të do ty kaq shumë. Marcel, ne kemi mbritur kështu pa e kuptuar në fund të bisedës sonë në studio. Nuk e di nëse ke diçka të fundit për ndar, por vërtet ka qenë kënaqësi dhe bekim për mua personalisht dhe jam e sigurt për gjithë ata që janë duke na ndjekur në këtë moment e gjithçka që ti ke ndar sot. Angela, të falenderoj për mua është kënaqësi dhe bekim për të folur zemrave njerëzve, të cilët janë të uritur edhe duan të njohin Zotin në çdo formë të jetës të tyre. Sa që vi këtu e shijoj kon me ty edhe më rëndësishme është shijoj kon sepse kur ai është i pranishëm Perëndia, atëherë ne mund të ndjejmë kënaqësia e tij. Çfarë do të le me ndoshta në fund të kësaj bisede është fryma e Zotit po troket të përmbush. Mos rezisto, duke dëgjuar zarin edhe duke u hequr sikur s'po e dëgjon. Ndoshta e ke dëgjuar atë zënë ëndër, e ke dëgjuar sot përmes radios, e ke dëgjuar përmes një miku apo një mikeshe në kafe, ai thjesht po troket, sepse ai po shikon çfarë ndodh nga brenda, ti po vuan sepse nuk je i lumtur. Por ai po troket duke thënë, më lër mua të bëj të lumtur, sepse un jam burimi i lumturisë tënde. Të falenderoj dhe njërë kënaqësi të ishim së bashku në ditën e sotme, të uroj shumë bekime ty, familjes tënde dhe shërbesës që ju keni. Faleminderit Angela, Zoti të bekov ty dhe familjen tënde dhe gjithë punën që Zoti ka besuar në këtë radio. Të falenderoj, të uroj një ditë mbar në vazhdim, ne këtu përfundojmë biseden me Marcelin sot.